Çmimet po rriten. A je gati me mbjetu financiarisht? Çmimet po rriten çdo ditë. Buka, vaji, perimet, energjia elektrike, nafta, çdo ditë në qytetin tonë të bukur po na kushton më shumë se javën e kalume. Çdo fakturë po na duket më e rëndë se muajin e kalum. Dhe natyrisht lind pyetja. A je gati me mbjetu financiarisht në këtë realitet të ri? Le të pranojmë diçka. Situata globale nuk është stabile. Konfliktet dhe tensionet që janë aktualisht nëpër botë po ndikojnë drejt për drejt në tregje. Kur ka pasiguri në botë, çmimet zakonisht shkojnë të urrit. Por paniku nuk është strategji. Organizimi është. Pra, nuk ka arsye me u friksu. Stabiliteti financiar është i mundur edhe në kohë të vështira. Ja disa hapa praktik për me qëndru në kontroll. Dallo nevojat nga dëshirat. Në kohë krize duhesh me pyet veten, a më duhet vërtet kjo apo thjesht e dua? Disiplina fillon këtu. Krija buxhet mujor. Paret që nuk planifikohen zhduken. Krija fond emergjent, edhe 20-30 euro me ndo në mujt jenë rregull. Rezervat sjellin qetësi. Menaxho borxhet. Në kohë të pasigurta, stabiliteti vlen më shumë se sa luksi. Kurse tu ble me plan, krahaso çmimet, planifiko blerjet dhe mos ble me emocion. Disiplina sot është siguri nesër. Sepse në fund, stabiliteti financiar vjen nga menaxhimi i mençur. Kriza mund t'i rrisë çmimet, por nuk duhet me ta marrë kontrollin. Fillo tani, një vendim i vogël sot mund të bëjë një ndryshim të madh nesër. Jo, mundeni. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM në të gjitha platformat dhe subscribe në YouTube.